që thuri Gjesti për një prill, si reagoi Egli. E teksa në ditën e gënjeshtrave të gjithë mendojnë se kush do të jetë preja e tyre, edhe Gjesti ka bërë planet e tij. Ai në kuadër të kësaj dite vendosi që t'u bënte një reng banorëve dhe për të arritur atë do t'i duhej edhe ndihma e Eglit. Duke qëndruar jashtë në obor me banoren dhe Aldon, ai propozoi që t'u thoshte banorëve se kishte ndjenja për Eglin, por reagimi i kësaj të fundit bëri që plani i Gjestit mos të vendosej në zbatim. Nuk i bëj unë këto gjëra, i tha shkurtimisht ajo banorit, për të cilin prej ditësh tani më ka thënë që ka ndjenja, por ka vendosur që të tërhiqet pasi nuk shet të njëjtën gjë te Gjesti. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.